أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tema 21. Kujdesi për ahiretin si virtyt. Ne muslimanët në kalkulimet tona që i bëjmë në jetën e përditshme, në vendimet që i ndërmarrim, në cilësitë që duam të përvetësojmë, në me thonë ati dikun në llogarie kemi edhe ahiretin. Edhe është shumë vështirë njeri, në me thonë, me mu pajis, me këto mu stolis, me këto virtite, nëse se ka për qëllim ahiretin. Edhe pse ne duhet në veprimet tona, edhe ato dunjas, synimi ose pikësynimi i fundit duhet me qenë arritja e kënaqësisë Allahut subhanahu wa taala. Ne për shembull deri më tash kemi folë këshire për këto cilësi. Kemi folë për shembull për mbajtja nga dëmtimi i njerëzve. Tema e dytë ka qenë se tema e parë ka qenë agjerimi dhe morali i lartë. Pastaj tema e dytë ka qenë për mbajtja nga dëmtimi i njerëzve. Një njeri që e ka synim ahiretin, let mundet me zbatu. Ama një njeri i dunjas, që është rob i dunjas, që është qëllimi kryesor e ka kënaqësinë e kësaj bote, vështirë është mu stolis me këto cilësi. Tema e dytë ka qenë modestia. Tema e tretë vetë mjaftueshmëria. Tema e katërt pastërtia e zemrës. Pastaj dëmshuria, për kujdesja për halalin, altruizmi për shembull. Ti s'mundesh me fol për altruizmin të njerëzit të cilët e kanë synim dunja. Do të thonë, me pas synim ahiretin, mu kujdes për ahiretin, në ibadetet tona, në veprimet tona, në qëndrimet tona, në lodhjen tonë, në pushimin tonë, në gjithçka, do të thonë kjo është cilësi e moralit të muslimanit. Pastaj për shembull, mas altruizmi, zemërgjerësia dhe toleranca, drejtësia, përgjegjësia e besnikërisë së amanetit, trimëria, ndërgjegjshmëria e lartë ndaj mëkateve, mëshira, ndjeshmëria ndaj syrit të Allahut që arabisht quhet muraqabe, bujaria, virtyti i faljes dhe zemërgjerësisë, mbajtja e fjalës dhe dje kemi folë për shmangjen e fjalëve të kota. Sot, do të thonë, këto cilësi të cilat njerin e ngritin në një gradë të lartë të njerëzillëkut, nuk mundet me arrit ai i cili nuk i ka të definuar prioritetet. Nëse dikush e ka prioritet dunja, nuk mundet me arrit këto cilësi. Nëse dikush e ka prioritet ahiretin, derën e ka qelë për mi përvecu, dhe me thonë këtë cilësi. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësu, dhe me thonë në shumë hadithe. Ka thonë pejgamberi, unë ka thonë nuk ju frigohem juve se kam ju kaplu ndonjë varfëri e madhe, po ju frigohem juve nga dunjaja kur t'i qele dyrët e saj para juve. Dhe të filloni që të bani gara, dhe me thonë për dunja, dhe harron qëllimin pse ekziston. Se njerëzit që bëjnë gara për dunja, dhe me thonë atë e harrojnë dhe me thonë pse ekziston, e harrojnë edhe ibadetin. Ato mund me bodin një lloj ibadeti. Mira ma, dhe me thonë, jo qish duhet. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kështu: kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Në këtë jetë jeto sikurse me kon i huaj, sikurse një gurbetçar, i cili ka shku dikun dhe plani i tij është mu kthi mas, ose jeto sikurse një kalimtar i rrugës. Normal, kjo nuk na mëson neve që ne talom dunjon mas vetes. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Wala tansa nasibaka min ad-dunya." Mos e haro hisën tënde në dunja. Hisën do të thonë halalit. Ti ki me hangër, ki me ushqi, do të thonë ki me vesh, njerëzit martohen, njerëzit pushojnë, njerëzit ka bëjnë ndonjë rekreacion, mirë po nuk e kanë prioritetin kryesor që ketë. Nëse dikush e ka që këtë prioritetin kryesor, atëherë e ka vështirë të stoliset, pse se këto cilësit, këto virtytet e moralit, kërkojnë që, në me thonë, ti me koni fokusum në ahiret. Në ahiret. Besimtari i devotshëm, në me thonë, edhe kur gjumin kur e ban, në me thonë, qëllimi, edhe kur ushqehet, edhe kur gëzo. Për shembull, puna e rekreacionit, me dalë dhe njerë me shëtit, ose mu marrë me dhe një sport, ose me lujt diçka, kjo nuk është prioritet në vete. Mi po kjo është e lejuma, mundet me qenë nëse nuk bëhet me ndonjë vepër halal. Kjo nëse të ndihmon për punë të ibadetit, shembull pushimi,
pauzat, nëse të ndihmojnë në punë të ibadetit, atëherë kjo kthehet në ibadet, rekreacioni dhe dëfrimi, pushimi. Për shembull, njeri që e bën pushimin, gjumin që e bën për shembull, për me pas fuqi me i kri namazet me kohë dhe çish duhet, gjumi i tij me këtë nijet llogaritet ibadet. Prandaj çdo kund, do të thonë kjo është sjellja e besimtarit. Sa ai piksinimin kryesor dhe gjithçka, do të thonë që bën në fokus e ka ahiretin. E kundërta, ata të cilët janë të fokusuar mas dënjas, do të thonë ata zakonisht, do të thonë punët i kanë të shkapërderdhura. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith? Thot, hadithin që transmeton Enesi radiallahu anhu, hadith sahih. Thot kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po e lexoj direkt, do të thonë në shqip. Kush e ka ahiretin brengën e tij kryesore, Allahu do ta bëj pasurinë, do të thonë Allahu do t'i jap në zemrën e tij pasuri. Do t'ia mbledh punët dhe dunjaja do t'i vijë atij e nënshtruar. Me kush brenga jote kryesore me kon ahiretin. Ndërsa kush e ka dunjon brengën e tij kryesore, dunjon e ka. Atë si interesant, me bom, me prek në dunjo prishet. Do të thonë për punë të ahiretit nuk e ka problem. Apo s'ka vakt me fal namaz, sa be problemi, fali, do të thonë namazin nesër, e fali për ditë, fal njëri namaz, apo kështu thënë atë. Do të thonë dunjon kush e ka, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e ka dunjon brengën e tij kryesore, Allahu do t'ia vendos varfërim para syve të tij. Do t'ia shkapërderdh punët dhe ai nuk do të merr nga dunjaja përveç asaj që Allahu ja ka caktuar. Njerëzit të cilët e kanë në fokus dunjon, ata janë njerëz, do të thonë njerëz me obligime dhe me gajle të shkapërderdha, suni mbledhin punët e veta. Ndërsa njeri i cili e synon ahiretin, do të thonë jo vetëm me namaz, po në gjithçka, sikur se thash, do të thonë Allahu subhanahu wa taala ja mbledh punët, edhe e bën më të fokusuar, edhe e bën më të qetë, edhe e bën të lumtur. Çka thot Allahu subhanahu wa taala? Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyanna lahu hayatan tayyibah. Kush bën vepra të mira duke qenë besimtar, qoftë mashkull ose femër, kena mi dhon jetë të lumtur. Prandaj lumturia e vërtet nuk është në tubimin e pasurisë. Këtë di këtë thonë jo vetëm muslimanët. Njerëzit e dinë shumë mirë se nuk është lumturia e vërtet me arritjen e shumë të caktuar të pasurisë. Me konë për shembull milionera, me konë kështu, me konë ashtu. Nuk është kjo lumturia e vërtet. Lumturia e vërtet është me pas pasurinë në zemër. Ka shumë njerëz të cilët janë të pasur, po ku është më i përhapur stresi në dunjë? Në vendet ku aspekti material i jetës, është shumë më i lartë se sa në vende tjera. Prandaj imani, besimi, vepra e mirë, morali i jep njerit kënaqësi, i jep rahati. Se njeri i cili për shembull i ka syt në të mirat e kësaj bote, kur njëherë nuk mundet, me arrit fundin. Me thonë çekaç e bona çeket, edhe u krima. Jo, kur. Ndërsa ai i cili e synon ahiretin, ai i cili e synon kënaqësinë e Allahut, ai që e di se kjo jetë do të thonë është e përkohshme. Edhe një ditë kret ka milion. Çfarë morali do të ketë ki? Shumë është dallimi, dallimi i madh mes këtyre dy situatave. E tash, lidhur me këtë, do ta tregoj një rast shumë interesant që më ka ardhur mund, është edhe juve ju duket interesant. Ka ndodhur në kohën e Othmanit radiallahu anhu. Othmani radiallahu anhu a kon të menu, o shull, edhe kalon pranti Omeri radiallahu anhu. Shash për me të regu se qysh sahabët, ku e kanë pas ata, do me thonë, cilat kanë qenë prioritetet e sahabëve radiallahu anhu. Kalon Omeri radiallahu anhu edhe i jep selam. Edhe nuk e merr selamin Othmani. Edhe Omeri radiallahu anhu prejket shumë. Çka bën, shkon te Ebu Bekri. Kjo është mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkon te Ebu Bekri, se Ebu Bekri ka qenë halife.
thot, ka marrë, thot, për një problem, thot, edhe jam shumë mërzit. Thot, jam në shok. Thot, kalova pranë Othmanit, i dhash selam edhe s'ma ka kthi selamin. Edhe Ebu Bekri në çuditet, atë se nuk është, a ka ndodhur diçka thot me ju ja. Edhe çuditet se nuk ka qenë kjo sjellje e Othmanit radhiyallahu anhu, Othman ibn Affanit. Kretë këto protagonistët e këtij tregimi janë përgëzuar me xhenet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po interesant, subhanallahu, megjithëse se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përgëzuar me xhenet, ato nuk i kanë, se janë konë njerëz që e kanë ndoshtë adhurimin, e kanë ndoshtë ahiretin, e kanë ndoshtë Allahun, e kanë ndoshtë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, si janë bërë rahat. Me thonë aty çka më ka përgëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo, ato edhe më shumë pastaj kanë punu. Edhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu, në me thonë, e merë Omerin edhe shkojnë të Othmani. Selam aleikum, aleikum selam. Thot, kështu ka ndodhë Ebu Bekri. Thot, Omeri ka kalu, thot, ka dhonë selam. Thot, jo, thot, nuk më ka dhonë selam, Othmani. Se unë se kam pa Omeri. Nuk e kam pa si ka kalu këtu pari. Thot, Omeri, që si më signi ba, ke filan vendi ullët ati, edhe ja përshkrum vendin ku o konë. Thot, po. Jo, thot, vallaj, unë nuk të kam pati. Po, thot, isha i mërzitur edhe i brengosur të menu për diçka. Në thonë, isha, tu fakti që Ebu Bekri radiallahu anhu e ka marrë më njerë Omerin edhe ka shku te Othmani, kjo të regon se ibadetin e pajtimit të njerëzve, sahabët ati që e kanë kuptu. Kjo është edhe normal, edhe kjo është për virtiteve, po që nuk kam arrit, me thonë, për këtë Ramazan me folë, se ka, thash une ju kam të regu se virtytet e moralit islam janë shumëta, ma shumë se sa këto 21 deri sa kemi mini sot. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, a dojni mi u kallëzu për një sevap që është ma shumë se sa me falë namaz natë edhe me agjeru ditën? Ato kanë thonë, po ja Rasulallah, ka thonë, islahu dhatil bejn, mi pajtu njerëzit. Kjo është ibadet më i madh se sa me fal namaz. A dini pse? Se ti kur fal namaz, kush përfiton? Po foli për namaz vullnetar, normal. Kush përfiton? Veç ti. A përfitoj unë diçka? Jo. Pi namazit tanë du kërgjos përfitoj. Unë, ti, ai, shoqëria, çka përfiton? Ama kur i pajtoj njerëzit, këtu përfitojnë, do me thonë, njerëz tjerë. Ki ibadeti që është me karakter kalimtar, që i përmirëson shoqërin, këta në ibadete shumë të mëdha. E kundërta, prishja, do me thonë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prishja e run njerin. Ka thonë, s'po them e run kokën, po ta run fen. Ati, do me thonë, kër e merr njeri zheletën edhe numre edhe e run kokën, qashtu do me thonë ta hek prishja e raporteve fen. Sikur se zhileti me cilën ti me thonë e run kokën, qashtu ta run fen. Ka thonë pejgamberi sa halika e ka qujt halika, do me thonë prishjen e raporteve. Mirë, si do qoftë, Othmani thot, jo Allah, thot, unë jam konë të menu, thot, e kam pas një breng të madhe. Edhe menti kum pas atje, se vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe harrova me pyet si me arrit shpëtimin në botën tjetër, në ahiret. Bile thot një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ishim në xhami, edhe ishte, më thonë, e pyetëm dikush prej sahabëve, e pyeti që këtë pyetje, çysh me shpëtu në ahiret ja Rasulullah? Ç'kjo neve na intereson. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deshti me na shpjegoj, po thotë erdhi një beduin edhe e ndroi muhabetin, i parashtroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në pyetje, edhe këto beduinët, se beduinët njerëz, domethënë normal, s'kan qenë sikur se këto sheherlit, sahabët që kanë nejtë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se këta kanë qenë më të gdhendur këta sahabët. Para më beduin për shembull kanë ardhur, më thonë, me një sjellje shumë të rëndë, dvrash, po pejgamberi sa ka qenë i butë edhe i ka afru. Ato për shembull kur ka ardhur ndonjëherë dikush e ka kapur për gjoksi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe i ka bë pyetje. Ose për shembull ju ka drejtuar me emrin, o Muhammed, a sahabët kurse kanë thirr Muhammed pejgamberin. I kanë thonë ja Rasulullah. Kjo është për edukatës. Thotë erdhi një beduin edhe ndroi muhabetin edhe u hub muhabeti. Edhe tash mu po më kujtohet, subhanallahu,
se mora përgjigjen për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çish me shpëtu në ahiret? Çish me shpëtu në ahiret? Thotë Abu Bekri, mos u mërzit, thotë se unë e kam pyet për këtë pyetje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Unë e kam pyet. I kanë thonë, ja Rasulallah, men najatu fil amr. Abu Bekri tash thotë, ama nat me xhdis sokon Uthmani, a kupton? Thotë unë e kam pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se, domethënë, si me arrit shpëtimin. A di çka i thotë pejgamberi një fjali? I thotë shpëtimin mundesh me arrit në botën tjetër me një fjalë që ja ofrova axhës tim e Butalibit, por ai e refuzoi. Që ka që fjali është? Shpëtimi arrihet me fjalën të cilën ja ofrova axhës tim e Butalibit, por ai e refuzoi. E murën vesh sahabët përgjigjen. Mirë. Cili është tregimi i ofrimit të një fjales së pejgamberit e Ebu Talibit? Ju e dini se Ebu Talibi, axha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me këtë kabilën e vet e ka mbrojt pejgamberin përveç Ebu Lehebit, se Ebu Lehebi është vllai i Ebu Talibit. Ebu Lehebi o kon me mushrikët e Mekës kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ama tjerët këto, domethënë Hashimitët që i kanë quajtur. Hashimit janë, domethënë, një familje prej fisit të madh të Kurejshitëve, se Kurejshit janë fis, masën e fisin ndahet në familje, apo? Hashimitët kanë qëndruar me pejgamberin, dhe unë një ditë në një prej derseve e përmena kur e kanë bojkotuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e kanë bojkotuar me gjithë familjen e tij të xhan. Edhe nuk kanë ndaluar me hangër, me ta, me pi, me ta, me po tregti, me ta, me martesë. Edhe këtu kanë qëndruar edhe mushrikët që si kanë besuar pejgamberit, kanë qëndruar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Cili është tregimi dhe çfarë fjale i ofroi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ebu Talibit? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam deke shumë që axha i vet Ebu Talibit ta pranoi Islamin. Edhe shpesh i folke për këtë temë. Mirë po ai nguronte me pranu, jo që dyshonte. Edhe e ka thonë një poezi, Ebu Talibi nuk dyshonte se pejgamberi sa është besnik, që është i drejtë, që është dhe se feja e tij është e vërtetë, para mendo. Për çat ka disa grupe, fraksione që thënë Ebu Talibi musliman është. Jo, s'është musliman, se ka pranu Islamin. Edhe pejgamberi sa ka qajt kur ka vdekaj. Ai ka thonë kështu një poezi. Në thonë, po shkem direkt, ka thonë, wallahi len yaslu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi at-turab dafina. E ka knuni asa qira njerëzit e mençëm, ato liderët, ata kryesorët arabëve, ato i kanë shpreh, ato kur kanë fol pak fjalë ama në poezi, sikurse fjalët e urta atë në pleqt e mençur që i thon. Po ka thonë kështu, pasha Allahun, nuk do të arrin dot me ushtrinë e tyre te pejgamberi dhe me mushrikët. Deri sa të jemi shtrirë në dhe të mbuluar me baltë. Vazhdo në rrugën tënde. Abu Talibi tash i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një prej fjalëve që i ka thënë. Vazhdo në rrugën tënde, s'ke arsye të shqetësohesh. Gëzohu dhe syt e tu u mbushin me dritë. Më thire dhe the se je këshilltari sinqert, vërtet e the të drejtën, se gjithnjë ke qenë besnik. Më ofrove një fe që e di mirë, se është më e mira ndër besimet e njerëzimit. Po të mos ishin qortimet apo friga e turpit, do të më gjeje të gatshëm ta pranoja hapur dhe qartë këtë fenë tonë. Çfarë friga dhe qortimi dhe çfarë turpi? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ishte në shtratin e vdekjes Ebu Talibi ishte në shtratin e vdekjes. I tha pejgamberi, o axha jem, thujeve një fjalë që ta kem si dëshmi para Allahut dhe ka me lip që Allahu subhanahu wa taala me të shpëtu. Vetëm një fjalë thuje, la ilaha illa Allah. Që kjo është fjala që e përmbledh Islamin. Kjo është fjala që tregon se pse jemi kriju. Kjo është fjala që tregon se pse ekzistojmë. Kjo është fjala që tregon se çka duhet besojmë. Kjo është fjala që tregon se çka duhet punojmë. Këtë Islami është e përmbledhur te la ilaha illallah. Nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç Allahut. Mirë po, ati afër i qëndronin Ebu Xehli, që ishte një prej liderëve të mushrikëve, dhe Abdullah ibn Umeje. I theshin, qysh be kime e lanë fejën e babës tanë Abdul Mutalibit. Kur ja përmendshim babën Abdul Mutalibit,
Qysh me kime e lanë fejnë e babës tanë, edhe kanë me të qa Arabt, kanë me të qa Kurejshët, kanë me të qa liderët e fiseve, dhe të thonë, këshire ki e la fejnë e babës vetë për nipin e vetë. Edhe prandaj Ebu Talibi, thot, mos me kanë turpi dhe friga nga qërtimi dhe me kësharje që kanë me mi bo mas, kanë me ma përmen familjen, kanë me ma përmen Abdul Mutalibin, kanë me ma përmen baban, dhe me thonë, mos me kanë që këto, thot, unë e di që feja jote është feja më e mirë, unë di që ti nuk rejnë, unë e di që ti e besnik. Edhe qka ban, edhe nuk e pranon, dhe me thonë Ebu Talibi, nuk e thot fjallën la ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah, la ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah, nuk e thot, edhe vdes, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mërzitet shumë, edhe thot pasha Allahun, ka me bon dua, ani pëse se pranoj ki, dhe me thonë Islam, ka me bon dua, për deri sa nuk më dalon Zoti. Edhe Allahu subhanahu wa ta'ala zbret një ajet Kur'an. Inneke len tehdi men ahbebte, walakin Allah jehdi men jesha. Ti nuk munësh me udhëzu kanë dushti, por Allahu e udhëzon kanë të doja ai. Edhe për qatë në fjalimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo fjali ka qenë prezente. Men yahdihillahu fala mudilla lahu, që e themi në hutbe. Wa man yudlil fala hadiya. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion. Edhe ka e devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Udhëzimi është domethënë, që kjo është fjala mos dalat. Kur zbriti ka jetat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndalej. Edhe tha për Ebu Talibin, do ta ketë dënimin më të vogël nga të gjithë xhehenemlit. Do t'i ketë një par këpuc, në me thonë prej zjarri që do t'i veshe, nga të cilat do t'i vlojnë trunt. Trunt kanë mi vlu. Që kjo është dënimi më i vogël i banorëve të xhehenemit. Që kjo është dënimi më i vogël. Edhe normal që ki nuk hi në shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Cila është ajo fjalë? Fjala la ilaha illallah. Fjala la ilaha illallah. Se ne nuk mujna, për shumë shpesher ka dikush, nuk mund është ti mi a fal udhëzimin ti kujt dush. Me thonë, që kete kam shumë tafër, që kete kam djalë, që kete kam aqë, që kete kam shumë dos, këtë unë e dhe ta bëjnë që këtë jetë ta doje Allahun edhe pejgamberin. S'mune. Ti mundesh me udhëzu në kuptimin, me orientu. Ti mundesh se udhëzimi, që këtë deshta me sjaru, mos zgjerohem shumë dhe me thonë në këtë pikë, udhëzimi është me dy kuptime. Udhëzimi me kuptimin e inspirimit dhe frymëzimit që dikush e gjen në zemër për me dash Allahun, me dash pejgamberin, me dash Islamin, me dash namazin, që këtë s'ta fal kërkosh përveç Allahut, dhe udhëzimi me kuptimin e orientimit, që dikush me ta tregu që kjo është halal, që kjo është e mirë, kjo është e keqe, kjo s'ban, kjo ban. Kështu këtë e bajnë këtë udhëzim. Këtë udhëzim këtë ne bëjna, edhe pejgamberi, po edhe njerëzit që thirrin në fenë Allahu subhanahu wa taala, ato u udhëzojnë njerëzit ka e vërteta. Mirë, a mundesh me bë dikan ti që ai të frymëzohet ta doje fenë? Ja s'mundesh. Allahu kujt ja jep këtë në zemër, Allahu subhanahu wa taala, çaj e do me thonë, e do Allahun edhe do pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ne s'mujna me fal udhëzim ti bëjmë njerëzit për shembull, pse e duam dikan. Edhe pejgamberi sa shumë e dashte Ebu Talibin, mirë po s'pat Ebu Talibin i cili ishte mbrojtësi kryesor i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte dikushi, ai ishte lideri i kabiles vet, i familjes së xhan. Mira mos mujti, domethënë s'mujt. Pra, Uthmani radiallahu anhu ishte i mërzitur, aq i mërzitur sa që nuk e niti se Omeri i dha selam. Tu menu se mirë në ahiret. Unë kam dash me pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çysh me arrit shpëtimin në ahiret? Që kjo është virtyti i kujdesit që duhet ta ketë besimtari për botën tjetër. Jo me pas qëllimin, domethënë, në gjërat materiale të kësaj bote. Megjithëse ato gjërat materiale që nëse bëhen në formë të halalit ne i kemi të lejuara. Gjërat halal ne i kemi të lejuara. Mirë, po ne nuk jetojna për me hangër. Ne nuk jetojna për me knash, ne nuk jetojna për me shëtit, ne nuk jetojna për me pas, domethënë, banesa luksoze, ne nuk jetojna vetëm për çeket. Ato mundën me na ardh. Nëse janë në rrugë të halalit, mirë, po nuk janë prioriteti i kryesor, por se prioriteti kryesor i besimtarit është ahireti. Atje që shki me kanë, të Allahu subhanahu wa ta'ala. Për arsye se dunjaja me pas vlerë gjërat materiale,
thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me pas vlerë dunjoja sa krahu i mushkonjës. Allahu nuk i kishte dhënë qafirit as ujë me pi. Mirë po, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu dunjon ja jep atij që e do dhe atij që nuk e do. Kjo është hadith. Ndërsa dinin edhe imanin nuk ja jep ahiretin, nuk ja jep vetëm atij të cilin Allahu e do. Që këtu del ferki ose dallimi ndërmjet dunjos edhe ahiretit. Allahu dunjon ja jep secillit. I ka kusho, për shembull, nëse dikush e jep maksimumin, punon se mrin dunjon. Nëse jeton dikush për dunjon, mirë, po dinin nuk ja jep Allahu subhanahu wa taala vetëm njerëzve të cilët, domethënë i do Allahu subhanahu. Allahu subhanahu wa taala e di shumë mirë kanë do, edhe i shef zemrat tona. Prandaj duhet me falendëruar Allahun subhanahu wa taala për mirësinë e begatinë e imanit që na i ka dhënë, dhe duhet me rujt këtë iman. Dhe duhet, domethënë, me sinu, me jetën tonë, me sjelljen tonë, me sinu ahiretin. Allahu subhanahu wa taala na mundsoft të gjithëve. Alhamdulillahi rabbil alamin.